Një ndër marrëdhëniet më të ndërlikuara ka qenë ajo e Rozana Radi dhe Laert Vasilit. A kanë qenë miq para hyrjes në shtëpinë e vllait të madh? Kjo ka qenë një ndër pikpyetjet më të mëdha që ka qarkulluar sa i përket kësaj marrëdhënie, ndërkohë që nga ana e tyre dy artistët kanë këmbgulur që ndonse jetojnë në të njëjtin pallat në kryeqytet, takimet mes tyre kanë qenë shumë të rralla, madje kafet që kanë pirë së bashku, sipas tyre numëroheshin me gishtat e dorës, vlen të theksohet të njërës dorë. Po ndërkohë që brenda në shtëpinë e Big Brother VIP ata thonë se nuk janë miq dhe se përplasjet, hatërmbetjet mes tyre në këtë format janë të vërteta dhe jo në kuadër të lojës, dalin disa pamje publike të bëra më herët nga vetë Laerti dhe Rozana, të cilat na pasqyrojnë një tjetër realitet. Në një nga emisionet investigative që Rozana ka moderuar për krah Fjorit Dardhës, Laerti aso kohë ka thënë me humor se pengu i jetës së tij është Rozana Radi. Gjatë kësaj interviste, ata kanë treguar se janë shumë miq. Laerti: po të them që 5 vjeç me Rozin kemi pasur një marrëdhënie që shiheshim, të riqem ose kput, dhe më në fund pas 35 vitesh arritëm që Rozana: i thuaj që më ke propozuar 1-2-3 herë. Laerti: i kam propozuar në Tiranë të Re, te dëshmorët e lirisë që kishim shtëpinë, unë prisja Rozin që të dilte, ne sigurisht para pallatit luanin futboll. Unë bëja sikur pengohesha dhe bëja sikur më dilte gjak dhe Rozi t'i vinte keq për mua dhe afrohej. Laerti: një nga pengjet e jetës sime është Rozi. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.